shpërndarja është e pa imagjinueshme dhe në CV-n e historikut të RTS-s kjo ngjarje do shënohet me gërmatar, ta besoj, sepse është e para herë që unë, të paktën për mua që kur mbaj mendur që kanë filluar në 90-ën, që ne kemi prodhuar sinjal. Dje më erdhi konfirmimi nga Andrea, që është një nga produktorët e RCS-s. Shpërndarja sot shkon në 210 vendet botës, nga sinjali i studios të regjisë 1 të RTS-s. Kështu që sigurisht është krenari, është përgjegjësi shumë e madhe për gjithë ekipin. Ajo që dua të theksoj që ky prodhim është tërësisht me forcat e brendshme të radio televizionit shqiptar. Pra ekipi teknik, kameramanët, gjithçka është brenda Foleson. Edhe për këtë duhet ndihemi shumë krenar, edhe për të eliminuar ato zërat e poshtë përpjet që ajo RTS-ja nuk vlen dhe nuk bën. Kështu që do japim një provë shumë të mirë sot me bindje absolute, edhe me partneritetin e produktorëve që kanë mbi 30 vjet eksperiencë në prodhimin edhe organizimin e Giro d'Italias. Duhet të theksojmë që është një event që ka 108 vjet jetë. Imagjino ku ishin shqiptarët 1117 kur këta kanë filluar me bicikleta. Mjeti vetëm që kemi pas ne ka qenë gomori, s'kemi pas gjë tjetër, ne i mushk. Kështu që këtu imagjino rëndësinë se si ku kemi mbritur, edhe për pse është kaq e vlefshme kjo ngjarje për të gjithë ne, për shqiptarët, por edhe në mënyrë specifike për RTS-n.